Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Falënderimet I takojnë Allahu xhalla shanuhu, krijuesit dhe sunduesit të botrave. Falënderojmë Allahun xhalla shanuhu që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, pjesëtar të ummetit të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Salavatet për shëndetjet më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit të fundit Muhammedit alayhi salatu wasalam, atë të cilën e dërgoi Allahu xhalla shanuhu paqë, mëshirë për të gjithë botën dhe pishtar ndriçues për të gjithë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Salatet selamet ja dërgojmë sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, familjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e në veçanti të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve të cilët jetojnë jetën me udhëzimet e Allahu xhalla shanuhu dhe me udhëzimet e profetit të fundit Muhammedit alayhi salatu wasalam. Të nderuar vëllezër dhe motra, në këtë muaj të shenjtë, në muajin të cilën e dimi se pranohen lutjet tek Allahu xhalla shanuhu, lutim Allahun xhalla shanuhu për një jetë të rehatshme, lutim Allahun xhalla shanuhu për një jetë të begatshme, lutim Allahun xhalla shanuhu për një jetë të mirë familjare, shoqërore, lutim Allahun xhalla shanuhu që të na bën prej besimtarëve të devotshëm, prej besimtarëve të cilët pranohen veprat. Fillova me lutje, pasi që do të bisedojmë mbi lutjen ose duan, vlera e lutjes. Të nderuar vëllezër dhe motra, çdo njeriu I cili kryen ndonjë ibadet, ndonjë adhurim tek Allahu xhalla shanuhu, është më se e pranueshme dhe e kuptueshme se ai ibadet do të ketë rezultatin e vet. E në veçanti, duaja, lutja është prej atyre ibadeteve të cilët e kryen besimtari ose e vepron besimtari dhe do ta marrë një përgjigje në formë të përkryer ose në formë të sigurt. Si qëndron kjo? Do të thotë, çdo besimtar I cili ju drejtohet Allahu xhalla shanuhu me lutje, do t'ju përgjigjet Zoti xhalla shanuhu. Mirë po, në këtë formë, se çfarë forme do t'i përgjigjet Allahu xhalla shanuhu, na tregon në një hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam, ku na thot neve se nuk ka asnjë musliman që I lutet Allahu xhalla shanuhu me një lutje në të cilën nuk ka mëkate dhe as shkëputje të lidhjeve fare fisnore, veç se Allahu xhalla shanuhu I jep ose I pranon në 3 forma. Thot forma e parë, Allahu xhalla shanuhu thot ka mundësi ose I pranon lutjen lutësit me një herë. Që do të thonë, moment që lutet, me një herë ja jep përgjigjen Allahu xhalla shanuhu, ja pranon lutjen dhe ja jep përgjigjen. Forma e dytë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka mundësi që t'ja ruan Allahu xhalla shanuhu shpërblimin lutësit për në botën tjetër. Dhe forma e tretë, ka mundësi që Allahu xhalla shanuhu nëpërmjet asaj lutje t'ja largojë ndonjë të keqe, t'ja bje ndonjë të mirë. Pra çdo besimtar, musliman apo muslimane, e cila ose I cili I lutet Allahu xhalla shanuhu, padyshim që në njërin prej formave do ta marrë për ose të menjëhershme, ose do ta loje përgjigjen ose shpërblimin Allahu xhalla shanuhu për në botën tjetër, ose do t'ja largojë Allahu xhalla shanuhu një të keqe në këtë dynja e barabartë me lutjen. Lutja si adhurim, si veprim, është urdhër I Allahu xhalla shanuhu. Që do të thotë, nuk është veç kur të kenë nevojë njeriu ta lutse Allahun xhalla shanuhu, por është urdhër nga ana Allahu xhalla shanuhu që ne duhet ta veprojmë ata. Ku Allahu xhalla shanuhu në surën Ghafir thotë, Zoti juaj ka thënë, pra, wa qal rabbukum ud'uni astajib lakum. Thot Allahu xhalla shanuhu, mu lutni ju mua e unë I përgjigjem lutjes suaj. Kjo është ajeti shumë I madh, sepse Allahu xhalla shanuhu jo vetëm që na lejon të lutemi në momente të caktuara ose të nevojshme, por Allahu xhalla shanuhu njëjtën kohë na urdhëron që të lutemi dhe na garanton që Allahu na pranon lutjet tona. Të nderuar vëllezër dhe motra, duaja, lutja është adhurim në vete. Sepse Allahu xhalla shanuhu thot,
Ad-duau huwa al-ibada. Duaja, lutja është ibadeti në të cilën njeriu e bën atë lutje. Pra në lutje, thonë dietarët, janë 4 gjëra të cilët janë mjaft të rëndësishme. E para është përullësia e krijesës ndaj krijuesit, që do të thotë se krijesa, do me thonë njeriu, i lutet krijuesit, ai i cili na ka kriju të gjithëve. E dyta thotë besimi të cilën e ka njeriu i shfaqet nëpërmjet lutjes ndaj Allahu xhalla shanuhu. Njëjtën kohë, shpresën të cilën e ka njeriu për përgjigjen e lutjes të cilët e ka bo, do t'i kthehet nga ana Allahu xhalla shanuhu, dhe krejt e fundit thonë mbështetja tek Allahu xhalla shanuhu shfaqet në lutje, sepse edhe lutja është ibadet në veti. Është interesante se gjatë lutjes, ose kur një musliman lutet, Allahu është afër atij dhe i përgjigjet lutjes së lutësit. Këtë më së miri e shohmi në ajetet kuranore, të cilët Allahu xhalla shanuhu na obligon muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe pas obligimit, pas caktimit të disa ligjeve ose disa hukmeve, në fund të këtyre ajeteve Allahu xhalla shanuhu neve na thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Thot Allahu xhalla shanuhu, kur i robi ym pyet për mua, fa inni qarib, thot un jam afër atij. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Kjo do të thotë se kur ne bëjmë lutje tek Allahu xhalla shanuhu, është e barabartë se jemi edhe pranë Allahu xhalla shanuhu, po të njëjtën kohë është e sigurt se Allahu xhalla shanuhu do të përgjigjet në lutjet tona. Të nderuar vëllezër dhe motra, duaja, adhurimi i lutjes është shkak për faljen e mëkateve dhe largimin e fatkeqësive. Largimin e fatkeqësive për arsye se pejgamberi alayhis salatu wasalam në një hadith i cili transmetohet në Sahihun e Ibn Majahs na thot se asgjë nuk e largon caktimin, që do të thonë fatkeqësitë, asgjë nuk i largon përveç duas, përveç lutjes të cilën e bën njeriu. Këtu do të ndalna me një ngjarje që në librin Ihya Ulumuddin Muhammad al-Ghazali e përmend në kohën e Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Thot ftohet Sulejmani alayhis salam në një davet dhe thuhet që ka qenë ndarësëm, dhe gjatë rrugës takohet me melajken e vdekjes, dhe melajka e vdekjes thot se do ta marr, thot, do t'ja marr shpirtin këtij dhondrit i cili martohet sonte. Sulejmani alayhis salatu wasalam, pasi që e ndin këtë lajm të mërzitur, thot nuk do t'i përgjigjem, dhe nuk shkon në atë davet, nuk shkon në atë ftesë të cilën ia kishte bërë. Por pronari Nikoqiri kishte përgatitur atë shumë për Sulejmanin alayhi salatu wasalam ushqen, saqë pasi që ndëgjon se nuk do të përgjigjet lutjes ose nuk do të marrë pjesë, vjen një grua e cila kishte qenë e varfër dhe i kërkon ushqim Nikoqirit. Nikoqiri nga mlefi për mos përgjigjen e Sulejmanit alayhis salam, thot ja jep të gjithë sofrën, të gjithë pregaditjen e cila ju kishte bërë për Sulejmanin alayhis salam. Dhe kjo grua e bën një lutje, thot Allahu i dhasht ymër të gjatë këtij i cili martohet sonte. Të nesërmën prit Sulejmani alayhis salam për lajmin i cili do t'i vjene mbi vdekjen e atij djalit, mirë po nuk vjen dhe pyet Allahun. Thot si ndodhi kjo? Atëherë Allahu xhalla shanu i thot se kjo ka ndodhur nga rasti i lutjes së asaj gruaje e cila e kishte bërë mbi atë djalë i cili t'ia shtoi Allahu xhalla shanu emrin ose jetën. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhalla shanuhu neve na tregon se ai i cili bën lutje, ai i cili bën dua, e don Zoti. E para thamë më herët që është afër Allahu xhalla shanuhu atina, po të njëjtën kohë ai njeriu i cili lutet tek Allahu xhalla shanuhu e don Allahu xhalla shanuhu. Ku në një hadith pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, kush nuk i kërkon Allahut, Allahu hidhrohet me atë. Pra çdo gjë
çdo kërkesë të cilën e kemi, së pari duhet t'ja drejtojmë Allahu xhalla shanuhu në formë që t'na përgjigjet Zoti xhalla shanuhu në lutjet tona. Lusë Allahu xhalla shanuhu që në këtë muaj të shenjtë çdo dua, çdo lutje e cila bëhet, na pranon Allahu xhalla shanuhu, na bën prej atyre njerëzve të cilët këtë armë, këtë mirësi, këtë begati, këtë mundësi të cilën na ka dhënë neve Allahu xhalla shanuhu, ta shfrytëzojmë në formën më të duhur, ta shfrytëzojmë në atë formë e në veçanti në muajin e Ramazanit. Janë disa prej kohrave të cilët na jep haber, na jep lajm pejgamberi alayhis salatu wasalam se pranohen lutjet, pranohen duat tek Allahu xhalla shanuhu, sikur që është koha para iftarit, para se me hap iftarin, sikur që është koha e sifirit, sikur që është 1/3 e natës, sikur që është pas kryerjes së adhurimeve, ibadeteve ndaj Allahu xhalla shanuhu, janë kohrat të cilët pranohen lutjet e Allahu xhalla shanuhu. Lut Allahu xhalla shanuhu që ti pranojë lutjet tona, lut Allahu xhalla shanuhu që ti përgjigjet lutjeve tona, lut Allahu xhalla shanuhu na bën kabull ibadetet, adhurimet të cilët i bojmë. Lusë Allahu xhalla shanuhu që të jemi të rahatshëm në këtë botë, në botën tjetër. Wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.